sipas ligjit për bankat qendrore merret dhe është përgjegjësi për institucionet që licencon dhe mbikëqyrë. Kriptoasetet ose rreziku tek kriptoasetet është më i madh për shkak se është produkt i ri, është inovativ, është thashë dhe me funksionon në bazë të regjistrave të shpërndar, kështu që është shumë e qartë korniza ligjore kush mundet me qenë pranar i operatorëve të shërbimit të kriptoaseteve. Sot BÇK a ka dhëna kush i zotëron saktësisht kriptovalutat në Kosovë? Bankat qendrore sfundi të kujtojmë që rregulloria për licencimin e kriptoaseteve ka hyrë në fuqi, është efektive nga 1 marsi i këtij viti dhe tash është në procesin final ose finalizimin e procesit të licencimit dhe refuzimit në rastet kur nuk i plotësojnë kushtet të operatorëve të kriptoaseteve, të cilët kanë shprehur interes për të qenë pjesë integrale e sektorit financiar. Për të gjitha institucionet e tjera, bankat qendrore ka realizuar takime koordinuese me institucionet tjera. Në fakt e ka nxitur zinxhirin të komunikimit ndërinstitucional. Në maj të këtij viti mund të jeni të informuar edhe nga komunikimi media i bankës qendrore. Këtu kemi realizuar një takim koordinues ndërinstitucional me Ministrinë e Inteligjencës Financiare, ATK-n, Ministrinë e Tregtisë dhe Ndërmarrësisë, respektivisht Inspektoriatin Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut, për të koordinuar veprimet e më të tjeshme për operatorët të cilët janë duke operuar në Republikën e Kosovës, mirë po nuk janë në proces të licencimit dhe madje përkundër njoftimeve të vazhdueshme nuk kanë shprehur interesin për licencim. Ndaj këtyre operatorëve do të merren në masat e nevojshme, fakt jemi në përfundim ose në fazën finale të përgatitjeve për ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme ligjore ndaj tyre. Po lidhur me pyetjen tuaj, me qëllim e shtrova në këtë mënyrë kaq gjatë, bankat qendrore sipas ligjit për bankat qendrore merret dhe është përgjegjësi për institucionet që licencon dhe mbikëqyrë. Institucionet të cilat nuk janë të mbikëqyrura, nuk janë të licencuara, janë kompetencë edhe organeve të tjera shtetërore. Në këtë drejtim kemi bërë dhe këtë koordinim, kështu që informatat të cilat i ka ATK-ja, Inspektoriati Qendror i Tregut, Ministria e Inteligjencës Financiare, vazhdimisht komunikohen me ne, edhe ne i komunikojmë informatat të cilat i kemi në drejtim që nisa dhe në fillim të bisedës, qëllimi jonë është që të ndërtojmë një treg të shëndosh të kriptoaseteve dhe hapi final mbrojtja e të gjithë konsumatorëve nga çdo informacion jo i saktë që mund të ju ofrohet. Do me thonë BÇK në bashkëpunim me institucionet e tjera kanë me emër me mbiemër të gjitha ata personat që janë në Kosovë dhe posedojnë asete kriptovaluta. Organet shtetërore të Kosovës normal që kanë potencialin për të pasur këtë informacion. Më herët e përmendet që në brenda BÇK-s ekziston edhe departamenti që mbikëqyret, po edhe menaxhon me i menaxhon asetet apo i mbikëqyr asetet për mi ikë edhe shpërlarjes së pareve. Po tash përmendën shumë që kriptovalutat, moneta digjitale munden me u përdorë edhe për shpërlarje të pareve. A konstatuohet kjo edhe për bankës qendrore? Jo vetëm kriptoaseteve, të gjitha instrumentet financiare, qoftë ato ekzistuese, nëse nuk kanë një rregullim, një mbikëqyrje të duhur, mund të përdoren për qëllime të çuditshme. Kriptoasetet ose rreziku tek kriptoasetet është më i madh për shkak se është produkt i ri, është inovativ, është thashë dhe me funksionon në bazë të regjistrave të shpërndar. Megjithatë besojmë fuqishëm që me një rregullim, me një institucionalizim të këtij sektori, gjasat për përdorim të këtyre instrumenteve për qëllime jo ligjore zvogëlohen dhe në këtë drejtim krijohet hapësirë për përdorimin pozitiv të pjesës pozitiv të këtyre instrumenteve. Kështu që bankat qendrore natyrisht për të gjitha institucionet e licencuara
së bashku me Njësinë e Inteligjencës Financiare të Kosovës ka në fush veprim dhe në mandat ekzamenimin e tyre dhe një rekomandime dhe varësisht nivelit të shkeljeve, qoftë dhe masa më ekstreme. Mirë po të operatorit e shërbime të kriptoaseteve, aktualisht jemi në fazën penale të licencimit tyre dhe këto hapa rregullativ prej Bankës Qendrore pritën shumë shpejt. Pikërisht këtu të qëndron e mira e rregullimit dhe licencimit, përsëritet gjatë gjithë kohës, se vetëm një sistem me kritere të mira të forta të licencimit dhe të mbikëqyrjes nga ky sistem arrin shoqëria të përfitoj, po edhe të zhvillohet. Natyrisht që ka sisteme të cilat i mbikëqyrjen e transaksionet, është një lëmi, një shkencë e tërë që është duke zhvilluar për ciljen e këtyre transaksioneve. Aktualisht, në fakt, gjatë kësaj jave me datën 23 dhe 24 nga Departamenti Amerikan i Shtetit kanë financuar organizimin e një trajnimi këtu në Prishtinë, i cili është mbajtur pikërisht për trajnimin ton këtë rast institucionet të Republikës Kosovës për hetimin e të gjitha transaksioneve dhe mashtrimeve përfshirë dhe financimin e terrorizmit. A ka pengesa për shembull ligjore që një ish i dënuar potencialisht për terrorizëm me pas kriptovaluta nëse hyn tek kjo temë? Në kuadër të ligjit, mirë po të rregullorës, janë shumë qartë të specifikume kërkesat që çdo bordit i drejtues të këtyre ndërmarrjeve, po edhe ndërmarrje tjera financiare, ose operator, për quajmë kriptoaseteve, duhet të jenë të përshtatshëm dhe të duhur. Kështu që në kuadër të i përshtatshëm dhe të duhur, Banka Qendrore vlerëson në bashkëpunim me institucione tjera gjithnjë sa janë të përshtatshëm dhe të duhur, qoftë edhe aksionarët. Kështu që është shumë e qartë korniza ligjore, kush mundet me qenë pranar i operatorëve të shërbimit të kriptoaseteve, dhe në këtë drejtim dhe në fakt jemi duke vepruar. Pra procesi i licencimit nuk është proces teknik, është edhe konceptual, gjykues dhe vlerësues. Kështu që jo rastisht të gjitha proceset e licencimit jemi duke i bërë me kujdes maksimal dhe të shtuar në drejtim që të ruhet integriteti i tregut. A keni një uri sa mjete futën Kosovë dhe sa nxiren nga Kosova përmes kriptovalutave? Aktualisht Banka Qendrore e Kosovës nuk e ka këtë informacion, ka të dhëna të ndryshme që raportohen edhe në kuadër të statistikave nacionale, mirë po edhe përmes ATK-s, mirë po nuk më me thanë që kemi një informacion të saktë lidhur me këtë pyetje. Grupet radikalizuese me i përdor kriptovalutat për me i radikalizu fëmijët, a mundet me ekzistu kjo? Teorikisht normal vetë ekspozimin dhe kaçiman dhe rrjeteve sociale potencialisht mundet edhe me ekzistu. Mirë po lidhem prapa me ato çaj insistova gjatë këtij intervistës, nëse vazhdojmë që secili institucion të kryej punën e vetë në mënyrë efektive, në këtë rast Banka Qendrore në institucionalizimin e gjithë operatorëve të kriptoaseteve, agjencionet tjera në filtrimin dhe rritjen e masave të sigurisë, në mënyrë që të zvoglohet ekspozimi jo vetëm e fëmijëve, po i të gjithë neve ndaj hapësirave digjitale të cilat mund të jenë të rrezikshme, atëherë normal që ndikon pozitivisht. Përndryshe, jo vetëm këto çështje ekstreme, mirë po edukimi, përdorimit të rrjeteve sociale është mëse i nevojshëm për fëmijët tonë,